Megjithëse është koha për pushime që shumica i drejtohen Bregdetit, pensionistët e Gjoricës në Bulqiz mblidhen në lokalin e fshatit dhe luajnë domino. Ata e bëjnë këtë jo nga mungesa e dëshirës për të freskuar në det, por nga pamundësia ekonomike. Pensionistët thonë se me aq pension sa marrin mund të pinë vetëm një kafe në fshat dhe jo të shkojnë me pushime. Sipas tyre, parat nga pensioni nuk ju mjaftojnë as për ilaçe apo për të përballuar vizitat shëndetësore që kryen rregullisht në Tiranë. Duke qenë se pjesa më e madhe e tyre kanë punuar në galeritë e Kromit në Bulqiz, pensionistët vazhdojnë të qëndrojnë idesë që vetëm statusi i minatorit do t'u jepte atyre një pension dinjitoz, por ky status ka mbetur vetëm në premtime. Ka vjetë kush ka la, kush ka prej, dhe kështë ke mbush këje. Pa hanë nga me hinë e partitë, në tes partitë, ali me para. Nuk shkojnë të cizë, nuk shkojnë ligjet e të cizë. Se shpreja është me linë, janë thotë me linë, tu thotë më fëllëti. Si më fëllëti, nuk ka pajtë në kush, vinë për fathime, për më tënë, nuk ka ujë, nuk ka vjene e fara gjejarë, ka Shqipëriku, pa ujë. U baje kanali Muselanit e të centrali, nuk ka ujë marë. Kështu ka një ke gjerë. Po në Bregdet nuk nga del vjesabi. Pensionit janë tuta, nes nuk kalem këtu, jetë që kemë Bregdet, mbajmë kalamajt me bukë. Ja. Sa, të vëmë dhe parë, më shkënë? I pa, 2,7% po, o të kështë po 2, o të kështë po 3. Që e 2,7, që dalim që du në gjedër, kalem një 2 sahat që tu, me shokë. Po në duke që kemi lek me shku, pensioni është në zero, ka mardhap ki vend. Me thanë zërë, ne kemi ngerë të vitamina, imi smon, da ka thamë kështu në spital, nuk kemi finansë nuk ka spitalet, se nuk ka dalin pasë që pensionisa. Disa e ka thanë, David Satusi, e lakomu e dinama, vëtët e para, mandatin e parë, i përmëtej këtë popit David Satusi minatove, dhe shpërblej shpërgjikit politik, dhe betë 350.000 vete pune, dhe këti lakse për para, shëtët si falas, ku sonë dhe groti me këkate jetë në spitale Tiranës, po nuk dha lek, nuk ke asnjë zgjidhje. Rruga zgjidhme edhe nga veparja. Qeveria nuk do ta din fare. Pensionistët e Gjoricës në Bulqiz mblidhen çdo ditë në lokalin në qendër të fshatit dhe kalojnë orë së bashku duke luajtur domino.